qeverisjes abuzuse. Ne nuk do ta lejojmë. Dje Edi Rama hoqi dhe maskën e fundit për të mbrojtur zëvendësen e vet, Belinda Ballukun, për të mbrojtur veten dhe për të mbrojtur një labirint prej Minotauri që ka ndërtuar vet, në të cilin po humbet shpresën një shoqëri e tërë. Në këtë labirint, alternativa e vetme që ofrohet njerëzve është depersonalizimi, të mos mendosh, të mos ndjesh, të mos reagosh, të jesh i nëpërkëmbur, të bësh të gjitha këto siç i kërkon sistemi. Kur drejtësia i nënshtrohet pushtetit, demokracia fillon të vdes ngadalë. Sot janë sosur kufijtë e durimit qytetar, por njëkohësisht ka shumë jemi në majën e dignitetit ton. Jemi këtu për të mbrojtur liritë e fituara, pluralizmin, shtetin ligjor, ekonominë e tregut, të armën e fëmijëve tanë. Jemi sot këtu në këtë bulevard me emër historie për të kthyer Shqipërisë mbi një dekadë jetë të grabitur, krenarinë e përkëmbur dhe shpresën e mohuar. Kjo është prova jonë morale si opozit, detyra jonë për të vërtetën, betejë jonë për shpresat dhe të armën tonë europiane. Nga jugu në veri, qytetarët sot bëhen bashkë në ushtrimin e vështirë të demokracisë, sepse demokracia nuk është dhurat, është betejë, është përgjegjësi. Ajo fillon tek qytetari dhe shuhet kur ne heshtim. Prandaj ne jemi sonde këtu të vendosur, të duruar, por të palikundur. Ky popull fal shumë gjëra, por nuk fal mashtrimin, vjellin dhe arrogancën e pushtetit që detyron qytetarët të largohen nga dheu i tyre. Sa shumë jemi sonde, një mrekulli e kurajos qytetare po ndodh në këtë bulevard, por historia na mëson se Shqipëria është shpëtuar në momentet më të rrezikshme, jo nga rastësia, por nga një projekt kombëtar i udhëhequr nga elitat dhe intelektualet e saj. Në vitin 1990, kur historia po ndahej mes të shkuarës tiranike dhe të armës në liri, studentët dhe intelektualit me në krye Sali Berishën themeluan Partinë Demokratike. Jo thjesht si një parti të re, por si një projekt kombëtar i ripërtëritjes së Shqipërisë. Një projekt që i riktheu vendit pluralizmin, dignitetin dhe shpresën. Dhe në këtë rrugë, ëndra shqiptarëve u shndrua në thirrje. Thirrje që na çon drejt rrënjeve tona të farkëtuara nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu, drejt një Shqipërie si gjithë Europa. Dhe në këtë rrugë, Shqipëria nuk është e vetme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian mbështet demokracinë shqiptare dhe jo shuarjen e saj. Ata kanë investuar tek liria dhe jo tek korrupsioni. Sot për fat të keq, një pjesë elitave janë pa projekt, të tërhequr nga Afrika, të mbyllur në konformizëm, të heshtur përballë pushtetit. Ne kuptojmë të gjendjen njerëzore, e respektojmë, por duhet të thënë me ndershmëri, kur elitat heshtin projektin kombëtar, duhet ta marrin dhe po e marrin në dorë qytetarët e Republikës. Dhe sot në këtë shesh, ju jeni garancia morale dhe politike e lirive të intelektualve e atyre që duhet të flasin, por që kanë zgjedhur të heshtin. Sonde bashkë me ne janë dhe ata që nuk janë fizikisht këtu, rezistenca e heshtur, ata që shohin tek secili prej jush zërin që u është mohuar. Historia jone ka provuar se në momentet më të errta ky komb ka ditur të ringrihet. Partia Demokratike i solli Shqipërisë lirin, pluralizmin dhe orientimin perëndimor. Këto nuk janë privilegje, janë themele. Ne respektojmë mendimin ndryshe, edhe heshtjen, edhe frikën njerëzore, por fjala e lirë, digniteti dhe vërteta sonde mbrohen nga ju. Koha për të reaguar është tani, sepse vonesa në histori shpesh është thyer në fatalitet. Shqipëria nuk ka me luksin e pritjes, ka vetëm detyrimin e guximit, guximin e misionarëve që sonde do ta bëjnë dhe po e bëjnë historinë. Zoti e bekov Shqipërinë, rrof Partia Demokratike, rrofshi ju. Hajde të gjithë bashkë, Ramaik! 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 Protesta 24 janar.